Shqipëria në ujë, qeveria planifikon 1 miliard lek për përballimin e përmbytjeve në 2026. Shqipëria po përballet me moto keq dhe rreshje intensive ditët e fundit, duke sjellë pasoja në përmbytje të tokave bujqësore, dëme ekonomike për familjet shqiptare dhe humbje jetësh. Për emergjenca civile përfshirë këtu përmbytjet dhe rikonstruksione në hidrovore, qeveria në 2025 i ka dedikuar një fond mbi gjysmë miliard lek, por pavarësisht këtyre masave të cilat një pjesë janë realizuar, përmbytjet në vend kanë qenë të ndjeshme në shumë qarqe. Për t'i paraprirë përmbytjeve dhe rregulluar dëmet evidentuara në lumenj, diga apo hidrovor dhe marmasash, paralajmëruese të Bankës Botërore se këtë vit vendi ynë rrezikohet më shumë. Qeveria parashikon për 2026 një fond afro 1 miliard lekësh, më të madhi në 5 vjeçarin e fundit. Fondet do të mbulojnë riparimin e argjinaturave, rehabilitim lumenjsh, digash, hidrovoresh dhe kanalesh ujitës. Konkretisht të para do të shkojnë për infrastrukturën e mbrojtjes nga përmbytja, kolektorin e Roskovecit, mbrojtjen e lumit të Kalas, Shushicës, Vranishtit, lumit të Vjosës, në Karisht, lumin Mat, në Skuraj, lumin Drin, në Bahçallok, lumin Buna, në Daragjat dhe oblik të Shkodrës, ndërsa mbrojtje nga Gryerja dhe përmbytja e lumit të Sum në Starov. Ndërhyrjet në argjinatur do të kryen në lumin Seman, Shkumbin dhe kolektorin e Butrintit, vetëm për hidrovoret në 2026. Fatura arrin në 159 milion lek, me qëllim kryesor rikonstruksionin e 3 hidrovoreve në Durrës, si dhe një në Orikum dhe të tjerëve që do të kenë nevojë për ndërhyrje.